Shëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takoni sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Këtë herë për t'i dhënë vëmendje një momentit që në fakt mori vëmendjen e madhe në përjetet sociale. Mos reagimi i motrës së Gjestit në Instagramin e saj, por njëkohësisht edhe shumë pak story në Instagramin e Gjestit, asnjë fotografi me martesën e Eglit nga dasma e tyre. Çuditërisht e befasueshme si moment, krahasuar me Instagramin e Eglit ku janë postuar të gjithë fotografitë dhe janë postuar të gjitha momentet e dasmës, kjo gjë nuk ndodhi në Instagramin e Gjestit, por njëkohësisht as në Instagramin e motrës së tij. Shumica e fansave, ndjekësve të rregullt të Big Brotherit, por njëkohësisht edhe fansat e këtij çifti janë në pikpyetje në qoftë se familja e Gjestit në këtë rast është pro martesës së tij me Eglitakon dhe sa mund të jetë kjo e vërtetë. Në një dasëm që shkaktoi bujë të madhe në opinionin publik shqiptar, Gjesti dhe Eglitako kurorzuan dashurinë e tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, duke habitur edhe njëkohësisht emocionuar krejtësisht publikun. Martesa e tyre e befasishme për shumë kënd u transmetua live në ekran dhe u shpërnda masivisht në përjetet sociale, ku mbështetësit dhe të afërmit uruan çiftin për këtë hap të madh. Megjithatë, një heshtje befasuese ka rënë në sy, ajo e motrës së Gjestit. Në një kohë kur Instagrami është kthyer në pasqyrën më të shpejtë të ndjenjave, qëndrimeve dhe përkrahjeve familjare, mungesa e një urimi apo postimi nga motra e Gjestit ka ngritur pikpyetje të shumta. A është kjo një shenjë mos përkrahjes ndaj lidhjes së tij me Eglin, apo ndoshta një mënyrë për të shmangur vëmendjen publike? Krahasimi vjen natyrshëm kur shohim motrën e Eglit, e cila jo vetëm që ka shpërndar foto nga darsma, por ka bërë edhe një dedikim prekës në story, duke i uruar motrës së saj lumturi dhe dashuri të përjetshme. Kjo përfshirje e sinqertë dhe publike ka prekur shumë ndjekës, duke treguar një mbështetje të fortë familjare. Ndërsa nga ana tjetër, profili i motrës së Gjestit ka mbetur i pandryshuar, pa asnjë foto, urim apo reagim ndaj këtij momenti të rëndësishëm në jetën e vëllaut të saj. Kjo heshtje është interpretuar në mënyra të ndryshme. Disa mendojnë se ajo mund të mos e përkrahë zgjedhjen e Gjestit për të martuar brenda një reality show. Një vendim që për shumë është parë si i nxituar dhe indikuar nga presioni i spektaklit. Të tjerët spekulojnë se ndoshta marrëdhënia mes saj dhe Eglit nuk kanë qenë asnjëherë e afërt, madje mund të jetë shoqëruar me tensione që nuk janë bërë kurrë publike. Në rrjetet sociale komentet janë të shumta. Çuditërisht motra e Gjestit nuk ka postuar asnjë gjë. Kjo thot shumë. Ose s'është dakord me martesën, ose nuk e pëlqen Eglin. Çfarë do të jetë? Është e dhimbshme të mos e shohësh një njeri të afërt që përkrah një nga momentet më të rëndësishme të jetës. Domethënë këto kanë qenë disa nga komentet që në këtë rast në fakt janë bërë në postime të ndryshme që është folur rreth kësaj teme. Pavarësisht interpretimeve, nuk mund të mohohet që heshtja në këtë rast flet më shumë se një fjalim i gjatë. Një epokë ku çdo moment i rëndësishëm personal ndahet publikisht. Mungesa e një gjesti minimal, një urim, një like, një story është bërë simboli një qëndrimi të pashprehur. Gjesti i cili është treguar i përkushtuar dhe i ndjeshëm gjatë qëndrimit në shtëpi, ka përmendur her pas here rëndësinë e familjes në jetën e tij. Mungesa e reagimit të motrës në një ditë kaq të rëndësishme ka lënë një boshllëk që publiku nuk mund që ta injorojë. Kjo nuk është thjesht çështje e një postimi të munguar, kjo është çështje e një heshtje që flet për marrëdhënie ndoshta të komplikuara, ndoshta të lënduara, ndoshta të pakonsultuara. Nuk është e pazakontë që zgjedhjet e personazheve publik të mos përputhen me pritshmëritë e familjes, e sidomos në një kontekst shqiptar ku familja ka një peshë të madhe me vendimmarrje. Çdo veprim apo mos veprim i një antari të ngushtë familjes vihet nën mikroskopin e publikut.
Në fund të ditës, vetëm motra e Gjestit dhe vetë Gjesti e din të vërtetën e marrëdhënies së tyre dhe arsyet e heshtjes, por ajo që është e qartë është se publiku i ka vënë re këto detaje dhe pyetjet që ngrihen janë të natyrshme. A është kjo martesë një vendim i mirëpritur nga të dy familjet, apo do të jetë një fillim i vështirë për çiftin që sapo tha po para gjithë shqiptarisë? Vetëm koha do të tregojë, por për momentin heshtja mbetet më e zhurmshme se çdo urim. Unë besoj që motra e Gjestit nuk reagon për shumë arsye, sepse pret që kur të del vllau i saj nga ky format, nga ky reality show, të jep dritën e gjelbërt. Realisht do të ishte shumë e bukur nëse do të reagonte për një moment interesant dhe do të mbështeste këtë çiftin. Unë teksa po komentoj me ju këtë ngjarje, dua të hedh një sy në Instagramin të Gjestit për të kuptuar në qoftë se nëse ka një fotografi të postuar nga dasma në Instagram, nuk ka një fotografi të postuar nga dasma e Gjestit, çuditërisht, dhe kjo pak më befason faktin se si mundet që mos se mbështesin këtë dasëm, ndërsa tek Egli ka fotografi edhe me fustanin e bardhë, por edhe fotografi që në fakt Egli është puthur me Gjestin dhe është bërë martesa e tyre. Kjo është e befasueshme, që do me thënë menaxhuesit e Instagramit të Gjestit, që në këtë rast mund të jetë motra e Gjestit, ajo e cila menaxhon Instagramin, le për të kuptuar që nuk postojnë edhe foto që ndoshta nuk janë pro kësaj marrëdhënie. Zonja Sebahat dëshironte që të thotë diçka natën kur hyri surprizë në Big Brother, besoj që e kishte për Eglin, por edhe pse ishte shumë minutazh i shkurtër, por unë mendoj që familjarët e Gjestit presin që në momentin kur Gjesti të del nga shtëpia, ta jep dritën jeshile dhe më pas ato mund të bëjnë edhe gjërat publike, se sipas tyre sigurisht nuk është e lehtë të bësh gjërat publike ndaj një gocës, duke mos patur edhe miratimin e vetë djalit. Por ndryshe tek Instagrami i Eglit është postuar gjithçka. Familjarët e Eglit kanë filluar që të urojnë, miqtë e Eglit kanë dar urimet mes njëri tjetrit. Ishte motra e Eglit në këtë rast e cila uroi dhe mbështeti motrën e saj për këtë nisëm kaq të bukur për këtë martesë. Ndoshta nga familjarët e Gjestit kjo martesa merret si martesë fiktive dhe realisht është një martesë fiktive, kjo nuk është një martesë e vërtetë. Kjo është një martesë në kuadër të lojës, por nisën një nisëm shumë të bukur që në fakt është kjo dashuria. Dua të marr mendimin tuaj për këtë reagim.